cili ka shton në ajër. Tani, me që kjo është si sken filmash, si kur e kemi parë, kjo arratisja të burgosurve nga spitali dhe nga banjo, mu më kujtojnë minimalisht një 10 filma. Pra le temi, kjo është sken filmash. Nga ana tjetër, po ke këto filma të kemi parë që në rrasë e tila policë zakonisht nuk gjujnë ajër, po gjujnë për neutralizuar personin cili largohet. Kjo nuk duket që ka ndodhur. Me sa kam informaciona e ka shëlluar në ajër, gjithsesi duhet them diçka në lidhje me vizitat, sepse kjo nuk ishte e para, që bënte Altin Doci tek i njëjti spital. Për 3 vjeç ai ndodhet i izoluar në burgun e Durrësit, ka qenë 5 herë tek i njëjti vend. Pra mund të themi që kjo është një pjesë e planit të tij, e ka studiuar, ka parë çdo ambient të mundshëm. Mund të them që ka shfrytzuar, ka zgjedhur pikërisht datën sot që ishte festa e policisë shtetit edhe për këtë arsye. Janë edhe shumë rrethana tjera dhe fakti që e prisnin 2 makina jashtë. Fakti që ishin vetëm 2 punonjës policie, që një personazh i tillë që ka kaq akuza të rënda, domethënë duke nisur që nga vrasje, grabitje, krijim kushtesh për kryen e vrasje, grupi strukturuar për kraj autorit krimit, ka çdo vepër të rëndë penale. Në kuadër të organizatës kriminale mund të lejohet të lëviz vetëm nga të shoqërohet vetëm nga 2 punonjës, 5 gjithsej, po 2 që kanë qenë bashkë me të në spital. Përveç kësaj, personit paktën nga sa në rezulton deri tani, nga nisur edhe nga targat e automjetit Audi që e priste, rezulton në emër të një personi nga Kruja, që edhe ai është i skeduar dhe është prap nga Kruja. Po nga Kruja, është e njëjta zonë, Kruj Lezhë, fushkruj Kruj Lezhë janë në njëjta zonë që bashkëveprojnë, edhe ai ka qenë i skeduar për grabitje, për drogë, gjitha këto që është edhe Altin Doci. Deri tani ky mjet nuk rezulton që të jetë denoncuar si i vjedhur, pra të paktën me aq sa rezulton nga policia e shtetit nuk ka një informacion të tillë, pra duhet të jetë ka implikon direkt pronarin. Pronarin e makinës. Pronarin e makinës. Derisa se ka deklaruar vjedhur. Derisa nuk është, ose ai mund pretendojë nga një pretendim më vonë, por që deri tani ai nuk është i vlefshëm, edhe sikur të bëhet pas ngjarjes. Karamuço? Një koment, si e shikon këtë filmin e sotëm? Që ta them tamam, që ta fillojmë dhe ta mbarojmë në mënyrë shtërruese, se kjo është një nga ngjarjet më të rënda, krahas asaj që ndodhi në Peqin, ku vra një person nga një bashkëvuajtës i tij. Tani kemi një profil, siç e përmendën dhe kolegët, i cili hetohet nga spagu me mas sigurie shtrënguese, dyshohet si pjesë e një grupi vrasësh me pagesë, dyshohet, se ende është ende në paraburgim. Për disa i kanë rënë akuzat, disa të tjera janë ende në hetim, por që ka të dhënë edhe nga ana e policisë për rrezikshmërinë shumë të lartë që paraqiste ky person. Dhe për këto arsye, duke pasur një problem renal, her pas here, siç e përmendëm, probleme me veshkat, është vizituar në spital. Spitali kohë të fundit ka ndruar dhomën e sigurisë, pra nga pavioni që ka qenë diku afër urgjencës, dhomën e sigurisë për dënuarit që vizitohen në spital e ka çuar te pavioni i infektivit. Dhe një mbledhje që është bërë rreth para një javë të përgjithshme të burgjeve, vetë shefi i policisë përgjithshëm të burgjeve ka përmendur, ka thënë pse e ka ndruar atë dhomë. Pse na kanë zhvendosur nga ajo. Ndërkohë që kanë thënë aty ka hekur, ka masa sigurie, do ketë prezencë dhe kanë kaluar, është proces verbal e mbajtur në mbledhje. Po hekurat janë vetëm te dritarja. Okej. Tani ndodh nëpër korridor. Ky person me rrezikshmëri të lartë shoqërore nuk shoqërohet nga policë të thjeshtë të paraburgimit Durrës. Është kategorikisht e ndaluar.